Nëse prekim fundin, nëse jemi në fundin e tunelit, e nëse nuk ka një dritë, duhet të gjejmë rrezën e saj. Ky ishte mesazhi që mora nga linja e jetës, tepër emocionuese që Gjesti bëri në Big Brother. Ai tregoi për të gjitha vështirësitë të jetës së tij, për gjitha problemet që nisën që në moshë të vogël, nisur dhe me konsumimin e lëndëve narkotike. Por ja ku jemi sot, ai ka hedhur pas çdo gjë, me mund, me sfica, me sakrifica, ai është sot fenomeni Big Brotherit dhe njeriu nëse kërkon dhe tenton të bëj mirë për veten e tij, duke punuar, duke kërkuar dhe duke ikur nga rruga e keqe, dritën e gjen. Gana tjetra që dua të diskutoj me ju është fakti se si Egli vijon ende me kontradita në lidhje me raportin e saj me Gjestin. Sot, në një bisedë me të, e dëgjova teksa i thoshte që ti në momentin kur dole nga Bigu i Kosovës, në atë 24 orëshin, më pak se 24 orë që ti ishe jashtë, ke studiuar, ke parë, ke analizuar dhe ke bërë pika për Eglin. Kjo ishte një çmenduri e vërtet. Nuk ka se si Gjesti në ato momente të mendonte dhe të shikonte kush ishin banorët në atë shtëpi dhe të krijonte një lojë. Ai ishte në shok kur doli nga shtëpia e Big Brotherit e Kosovës, pasi nuk e priste as pak që të dilte, e jo më të krijonte plane dhe intriga. Nuk e kuptoi këtë rikthimin e Eglit, u rikthye për dinjitetin e saj, por po mundohet në çdo çast, në çdo moment që të ul figurën e Gjestit. Por këtë e bën gjatë ditës, në prime nuk e bën. Në prime është ajo Egli e cila i rre shpatullat dhe është mbështetëse me të. Endaj, qëllimi i saj, siç edhe ironizoi, por edhe le të themi e tha Ledioni Mbrëm që ti erdhe dhe u lute për të futur në Big Brother për dinjitetin tënd, për mua ka dhe një tjetër të vërtet, që realisht çifti midis Eglit dhe Gjestit janë ata që e shesin këtë Big Brother, janë ata që komentojnë në çdo studio, në çdo emision në rrjetet sociale, janë ata që shkaktojnë adrenalin, dinamik, zhvillim të lojës, me të gjitha të mirat, por edhe me të gjitha gabimet që bëjnë. Ky është fakt që nuk duhet mohuar as pak Eglit, pasi e kemi parë se si ishte ajo shtëpi, por edhe loja e Gjestit në 9 ditët e mungesës së saj dhe me rikthimin është sërish Gjesti adrenalin, ai ka pranuar dhe vetë që merr një lloj kënaqësie, merr një lloj adrenaline dhe merr një lloj zhvillimi tjetër loja e tij për krah Eglit, por pa lënë edhe pa çuar që lidhja të shkojë në një zyrtarizim apo të një love story përtej mureve të Big Brotherit. Por a do të kemi dasëm në atë shtëpi? Ajo unaz vijon ende të jetë në kutinë e emergjencës dhe do të thyhet. Edhe pse herën e fundit kam thënë që nuk do të thyhet, po shikojmë që shenjat edhe nga opinionistët, siç ishte ajo që i than Eglit, po ti tento një herë, bëu një herë, pranoj edhe një herë, riktheu edhe një herë me Gjestin, pra po japin sinjale që të kemi një lidhje midis tyre dhe të kemi një dasëm, ndoshta për të shënuar edhe këtë fund të Big Brotherit, ku të shtunën më në fund do të mësohet edhe kur është data e finales së madhe të këtij rrugtimi që ka nisur me dinamika dhe i tillë do të mbyllet. Takimi emocionues i familjarëve me Gjestit, i nënës dhe i babës, sidomos kur Gjesti vendosi kokën e tij në kraharorin dhe në shpatullën e nënës, gjeti një lloj qetësie, gjeti një lloj shkarkese, mori një dashuri që nuk e kishte marrë tek asnjë banor dhe mori një ngrohtësi që i dha zemër për të vijuar dhe këtë rrugtim të një fenomeni që ka mbi 8 bilion shikime në rrjetet sociale. Ai u kënaq dhe u prek ku erdhi droni dje, madje edhe në prime e pyeti për ta konfirmuar nëse është realisht shifra e saktë dhe është e saktë. Ai është pa diskutim fenomen me shifra të frikshme shikueshmërie. Por ajo mesazhi që babai i tij dha ishte që Gjesti edhe ku ka qenë i vogël ka fjetur gjuhë me të. Ndoshta kjo edhe për të treguar një lloj Gjesti i cili nuk e ka problem të flet me personat që i ka afër zemrës, por pa pasur një lloj raporti, më shumë e pasi një lloj shpjegimi që donin t'i jepnin situatës së tij me Eglit, por që prisja më shumë dhe realisht prisja më shumë ndoshta edhe një fjalë të prindve të tij për Eglin, ndoshta edhe për ta mbështetur dhe për t'i dhënë një le të themi mbështetje si vajzë që është, por që nuk e pash, ishin disi të vakët dhe të ftohtë në këtë aspekt. Nga ana tjetër, shtëpisë çdo ditë dhe më shumë i ikin banorë dhe po ngelen pak. Tani më janë 3 persona në nominim, është Gerta, Aldo dhe Jozi. Aldo e ka nisur që në sabah të bëj debate për të qenë aktiv, por e ka nisur keq,
se nuk mund të bësh pretendent dhe nuk mund të jesh kryesor në lojë në ditën e 90 e ca, kur ke qëndruar i heshtur, shumë pasiv me situata dhe nuk e ditur të bësh pjesë e saj. E pa diskutim, ai që del të shtunën, pasi me dyshje, është Aldo, duke parë vetë lojën, por edhe të gjithë dinamikën që dy personazhet e tjerë kanë, siç është Jozi, po edhe Gerta.